Shyrjet e Belule për lotur për shoqen e saj, gruan që fitoi betejën 20 vjeçare për pronën e saj. Këngëtarja e njohur Shyrjet e Beluli ka reaguar publikisht për rastin e shoqes së saj, një qytetare e Suarekis, e cila pas një betejë gjyqësore që zgjati plot 20 vjet, ka rikthyer të drejtën mbi shtëpinë dhe pronat e saj. Berisha nuk është figurë publike, por një grua e zakonshme që me durim dhe këmbgulje u shndrua në simbol të qëndresës dhe drejtësisë. Me një postim emocional në Instagram, Belule quajti Berishën shoqe duke shkruar: "Dhembja jote nuk ka çmim, por drejtësia më në fund foli për ty." Ky reagim i ndjer u prit me shumë pëlqime dhe komente mbështetëse nga ndjekësit. Vendimi i gjykatës në Suarek po vlerësohet si një fitore morale dhe e madhe. Mbështetja publike e Shyrjet e Belulit i ka dhënë kësaj historie edhe më shumë jehon dhe emocion në publik. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.